Përshëndetje, miqtë e mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Sot do të marrim disa mesazhe nga orakulli i dashurisë. Ç'na thot orakulli i dashurisë për ditën e sotme? Ç'na thot orakulli i dashurisë për ditën e sotme? Dilni nga guaska ku jeni futur për të pastruar energjinë tuaj nga pjesë negative të jetës tuaj. Nga gjëra negative. Do të bëni një takim të mrekullueshëm në këto anë me njeriun tuaj të zemrës. Futuni në këtë ujvar me të ndriçuar nga ky ylber dhe pastroni energjinë tuaj të trupit tuaj. Pra, pastroni nga kjo ujvar e argjend, ju do të pastrojeni dhe do të keni një energji pozitive në trupin tuaj. Ky ishte mesazhi i orakullit për ditën e sotme. Do të marrim dhe disa nga mesazhet e yjeve, të hënës dhe të diellit. Yje. Dashuria jon është si yjet, ndriçon dhe më errësill. Ti je ylli im polar, që më udhëheq në çdo natë shpirtërore. Kur shikoj yjet, shoh sytë tu, duke më kujtuar buzëqeshjen tënde. Hëna. Dashuria jote është reflektimi i hënës në shpirtin tim. Hëna dhe ti jeni dy drita që më ndriçoni jetën. Në çdo hënë të plot, ndjej puthjen e munguar të shpirtit tënd. Dhe dielli, kur të dua, ndjej sikur dielli ka gjetur vend në gjoksin tim. Dashuria jote më ndriçon dhe kur bota më duket e errët. Në rrezet e tua gjej paqe dhe dritë. Faleminderit shumë, miqtë e mi.